Okej. E the, mediat janë jo ndër e jotja. Pas misit, ndonjë emision, apo çka planifikon? Ku e shet të ardhmën tënde? A kom pas oferta për televizion, po. Po, unë Dilara kom qef... Për ndryshet kish ku shumë. Edhe pse mund është mu bo konkurente jam, ja unë po tëm kështu realisht kish ku shumë. Më pëlqen me bo si pun, po jam pak, Dilara, mundona me gjithë dyqysh vetën me një emision, me një format që mu më përket, jo çdo lloj formati më shkon, kështu që nuk është se e kom gjithë vetën hala me një format, kështu që pres pse jo, në të ardhmen me marrë pjesë edhe me naj televizion. Deri tash ke konfirmuar ndonjë pjesëmarrje jashtë vendit, e tha që ke shumë oferta tash edhe si mes me garu me përfatësu Kosovën jashtë vendit, ke konfirmu diqka, apo nuk po të zbulon ende? Jemi tu po njëherë, nuk kemi vendos ende diqka, po kur vendosim normal se kemi me bë dhe publike, ama po, a kemi me marrë pjesë diko po. Do t'jetë pra një rrugtim i gjatë, të themi kështu, në botën e modelizmet e misit për gjëtësin? Po, mendoj se po. Mirë shumë. Ines, unë falenderoj shumë që ishe bashkë me neve, knatësi që na sjolle energjit mirë edhe një prezencë shumë të bukur këtë në studio, edhe uroj që kemi me të pasa ma shpesh. Faleminderit shumë Dilara, knatësia jam një të Shumë faleminderit. Dashur shikues, është koha me u shkëput me një blog të marketingut, rikthehemi vetëm pas pak, vazhdoni që ndrani me ne.